miq, vëllezër dhe stafi shqiptar I cili ka qenë shumë pranë Mahmudit. Sot jemi mbledhur këtu me zemra të thyera për t'i dhënë të mirën e fundit vëllait tonë të dashur Mahmud Degan. Njeriu I cili gjatë gjithë jetës së tij mbajti mbi supe barën e dhimbjes, vuajtjes dhe izolimit. Ai nuk pati një rrugë të lehtë dhe ai nuk pati një jetë të thjeshtë. Ai pati gjithë një zemër të madhe, një shpirt të butë dhe një forcë që shumë njerëz nuk do ta kishin përballuar kur jetën e tij. Mahmud ishte një prej atyre njerëzve që u detyruan të largonin larg familjes së tij, larg tokës, larg atyre që I deshin shumë. Ai u aratis në një kamp dhe më pas liria për të nuk ekzistonte. Aty ku shpresa vritej çdo ditë dhe ku zëri I njeriu shuhej. Ai ku prej atij erdhi vetëm për dëshirën për të qenë njeri I lirë. Kur erdhi në Shqipëri ai nuk gjeti më një herë paqen që kërkonte. Por gjeti vëllezërit e tij të shoqatës në gjatë. Gjeti njerëz që e dëgjuan, njerëz që e mbështetën dhe e kuptuan. Ne bashkë me të ecëm hapa sapi duke u përpjekur t'i japim mbështetje, t'i japim shpresë dhe ndjesinë që ai nuk ishte vetëm. Ne pam dhimbjen e tij. Ne pam lodhjen e shpirtit të tij. Ne e pam se sa shumë kishte luftuar. Ne u përpoqëm me gjithë mundësitë tona ta ndihmonim të ndërtonte një jetë të re këtu mes nesh. Por ndonjëherë plagët që njeriu mban brenda janë më të thella se ç'mund të kërkoj falja, miku, shteti apo koha. Dhe Mahmud në heshtje, në një betejë të brendshme që ndoshta askush prej nesh nuk e kuptoi plotësisht, zgjodhi të largohej nga kjo botë. Sot nuk kemi as për ta gjykuar, sepse jemi askushi. Nuk jemi këtu për të pyetur pse. Sot këtu jemi për ta kujtuar dhe respektuar atë. Jemi për të nderuar rrugën e tij, për të nderuar qëndresën e tij dhe shpirtin e tij. Mahmud nuk ishte thjesht një antar I shoqatës së gjatë. Ai ishte vëllai ynë. Sot themi me zemër, ne I përkasim Allahut dhe tek ai do kthehemi. Kemi shpresë dhe lutje tek Allahu që t'ia falë dhimbjet, t'i lehtësoj udhtimin, t'i ndriçoj varrin dhe t'i dhuroj xhenetin, aty ku nuk ka më vuajtje, dhimbje dhe as mall. Vëllai ynë Mahmud ti u largove nga kjo botë, por ne nuk do të harrojmë kurrë. Ne do vazhdojmë të dëshmojmë të vërtetën, të luftojmë për ata që janë ende të izoluar siç ishte ti, dhe të mos lëm askënd më vetëm. Kjo do të jetë trashëgimia jote tek ne. Ky do të jetë një amanet I përbashkët. U prekt shpirti yt me paqe, Allahu të bëft të lehtë udhëtimin tënd, drita e tij qof mbi ty. Lam të mirë vëlla, lam të mirë Mahmud Degan.